Asnjë vend në botë nuk mundet dot më të garantojë plotësisht sovranitetin e të dhënave. Kështu deklaroi zëvendësministre e mbrojtjes Blerina Brazda, e cila tha për mediat se zhvillimi i vrrullshëm teknologjik ka bërë që siguria kibernetike të jetë e pamundur të arrihet vetëm në nivel kombëtar. Sipas saj, Shqipëria e siguron këtë sovranitet si pjesë e aleancës së NATO-s. Pyetja drejt me ishte se sa mund të ketë një shtet sot sovranitet në të dhënat, në data, në informacione. Gjithmonë më shumë ne shkojmë drejt cloudit, drejt përmbajtjes dhe integrimit të sistemeve. Ajo që garanton sovranitet për Shqipërinë është linja politike e Shqipërisë, sepse Shqipëria është në NATO, pra sovraniteti i tillë bëhet në nivel aleance, më shumë se sa në nivel individual të shteteve. Ne sot cyberin, Shqipëria ka një komand cyber, pra e kemi domenin e 5 të mbrojtjes së Shqipërisë, përveç domeneve të tjera që janë ajri, toka dhe deti. Dhe në këtë mënyrë përpiqemi që ta ruajmë sovranitetin në çdo mënyrë. Duhet kuptuar që mbrojtja nga cyber dhe asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj deterrence nuk është 100% e përkryer. Debati për sigurinë e të dhënave në Shqipëri nisi që prej vitit 2022 kur sistemet shtetërore u prekën ndjeshëm nga sulmet e hakerëve. Ekspertët e huaj thonë se të tilla sulme ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht Shqipërisë u bëhen gjithnjë më të sofistikuara, ndërsa aktorët rusë mbeten më dominues. Mendoj se aktorët përgjegjës për kërcënimet hibride në Ballkanin Perëndimor janë mjaft të ndryshëm në varësi të vendit për të cilin po flasim, por kemi parë aktivitet veçanërisht nga Rusia. Mendoj se Rusia është aktori më i qartë dhe më i dukshëm i kërcënimit hibrid në të gjithë rajonin, por këtu në Shqipëri kemi parë edhe shembuj të kërcënimeve që lidhen me Iranin. Është vërtet sfiduese jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha vendet, duke pasur parasysh natyrën e kërcënimeve me të cilat përballemi, pasi ato janë gjithnjë e më komplekse në fushën kibernetike. Lidhur me masat që janë marrë për të ofruar më shumë siguri, kreu i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike Igli Tapa tha se do të ngrihet edhe një qendër për kërcënimet hibride. Për vitin e ardhshëm, ne deri, tani kemi projektuar rreth 24 projekte, të cilët disa prej cilëve mbështeten nga qeveria shqiptare, disa të tjerë me partneritet me vendet aleate, ku një ndër to është edhe ngritja dhe ndërtimi i një hubi rajonal në fushën e kërcënimeve hibride. Pse themi në fushën e kërcënimeve hibride? Sepse kërcënimet hibride janë një domen më i gjerë që përfshin sigurinë kibernetike, propagandën e rreme ose disinformacionin, presionet të cilët vinë në ekonomi. Konferenca e zhvilluar në Tiranë nga Qendra Europiane e Ekselencës kundër kërcënimeve hibride dhe Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike synoi pikërisht forcimin e kapaciteteve mbrojtëse ndaj aktorëve keqdashës, kjo edhe në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian.